tjetër, selam aleikum hoxh, desha t'ju pyes nëse prindit nuk kanë bërë akika në kohën kur kemi lindur, a kemi obligim që të bëjmë vetë akik për veten pasi të rritemi Allahu i shpërblet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jo, nuk e kemi obligim na me bë akika për vete. Ajo që ka në transmetimet e sakta, akika me prej kurban fëmijëve, djalit me aprej 2, çikes me aprej 1, është sunet në ditën e 7 të lindjes ose në ditën e 14 ose në ditën e 21. Por, nëse nuk ka ndodhur kjo, mundësia për me aprej akikën për prindin vazhdon derisa prindi të ngjall. Edhe nëse ka bo djali 7 vjet, preja, nëse ka bo 21 apo preja, edhe 40 një pas nëse prindi ka gjallë, prind e kanë për detyrë me prej akikën për te. Por nëse s'janë prind, kjo çështje ka marrë fund më. Nëse janë prind, edhe prind masanena nuk e din rëndësien, nuk e din ato, nuk kanë pare, nuk din shka djali ka, bën djali me avdhon pare të prindve, me thonë që të pare, për javja punë juve, që në ju të më bëni akikën për mu. Vetëm se suneti është prind me bo akikën për fëmijët e tyre, jo fëmijët me bo për vete, nuk e trasë mos e tritën, vallahu alem.